Ka filluar diskutimi me të ftuarin e radhës që pa hapur me sigël këtë hapësirë informative. Jemi në orën 20, mirë se erdhët drejt për së drejti. Klevis Balliu, deputet i Partisë Demokratike, nën kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, më ka mbërritur në studio. Mirëmbrëma zoti Balliu, mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kemi këtu. Kënaqësia është ime. Fillimisht do doja që së bashku me zotin Balliu të ndjekim një prononcim të asaj se çfarë ka deklaruar ditën e sotme kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në lidhje me zhvillimet e fundit, akuzat ndaj qeverisë, por edhe për pyetjen e rëndësishme që kanë nga gazetarët se kur opozita do të ketë një kandidat në Tiranë. Për këtë, për jetën parlamentare dhe shumë zhvillime të tjera, diskutojmë menjëherë pas këtij materiali me zotin Balliu. Në një kohë që Partia Socialiste ka ndezur motorët për garën elektorale, Partia Demokratike ende nuk ka gjetur emrin me të cilin do të sfidojë Ogerta Manastiliun për drejtimin e Bashkisë së Tiranës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se ka ngritur një grup pune i cili ka për detyrë negocimin me partitë e tjera opozitare për koalicionin që do të krijohet për zgjedhjet e parakohshme, si dhe për emrin e kandidatit. Unë kam ngarkuar një grup prej 3 personash, zoti Noka, zoti Kliçi dhe zoti Ali Mehmeti, janë të ngarkuar të negociojnë me të gjitha partitë opozitare, koalicionit dhe jashtë koalicionit. Ju rikthye akuzave në adresë të kryeministrit Edi Rama, të cilit i kërkon dorëheqjen, pasi sipas tij ka zhvilluar takim me drejtues të karteleve të drogës në Aruba. Mjaft zëra janë se delegacionin e ka kryesuar vetë Edi Rama. Ajo çka unë ju them 100% kanë qenë ministra dhe zyrtar shumë të lartë të qeverisë. Edi Rama duhet të jap dorëheqjen si person i rrezikshëm, si bashkëpunëtor i organizatave të narkoterrorizmit ndërkombëtar. Paralajmëroi se për këtë çështje Partia Demokratike do të bëjë një padi në SPAK, si dhe por shqyrton mundësinë të një padie edhe në gjykatat ndërkombëtare. Nëse Rama nuk jep dorëheqjen, do të jetë një padi në SPAK, por do shohim tani ligjet ndërkombëtare, nëse mund të bëhet padi dhe në gjykatë ndërkombëtare. Media në akuzoi se po censuron denoncimet e opozitës kundër qeverisë. Jam këtu për të denuar terrorin e narkoqeverisë mbi mediat, për censurën e denoncimit më flagrant të lidhjes së kreut të organizatës kriminale Edi Rama me Arubën. Kryedemokrati thotë se çështja në Aruba do të çojë edhe në parlament, ku Partia Demokratike do të bëjë përpjekje për të zhvilluar edhe një mocion me debat. Zoti Balliu, diskutojmë pak atë se çfarë ka ndodhur në lidhje me grupin e punës. Janë 3 emra: Belind Gëlliçi, kandidat dikur, Flamur Noka, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Ilir Ali Mehmeti, i cili me sa u tha i është propozuar nga ana e partisë që të marrë, po themi, garën për Tiranën, por nuk ka pranuar dhe më pas i është gjetur një vend për të qenë te ky grupi i punës. Flamur Noka, gjithë ato zhvillimet dhe më pas përqendrohemi edhe tek të tjera, por kush do të jetë kandidati i opozitës për Tiranë? Flamur Noka është sekretari i përgjithshëm, po. Belind Gëlliçi është drejtues politik i Tiranës dhe Ilir Ali Mehmeti është kryetari i grupit të këshilltarëve bashkiak të Partisë Demokratike në Bashkinë e Tiranës. Pa bën sens dhe për shkak të këtyre pozicioneve. Sigurisht, po unë lidha janë ka persona të cilët janë përshtypur për të nisur një proces, për të cilin duhet diskutoni me ata se si do ta nisin këtë proces, me anë të propozive, me anë të intervistave dhe konsultimeve edhe me demokratët. A jeni pak vonë, zoti Balliu, që... Unë mendoj që gjithsesi në të gjitha rastet kjo është një çështje tani më që do të lihet procedurës që ne kemi ndërmarrë. Ajo që mendoj unë ka rëndësi është fakti që në të gjithë botën po diskutohet sot për lidhjet e kësaj qeverie me kartelet e drogës në Shqipëri dhe në të gjithë botën deri në Aruba. Jo, dakor, do diskutojmë pak më poshtë, duke u referuar ministra dhe kemi publikime zyrtare, botime zyrtare në media zyrtare, deri në libra tani më, që ministrat e Shqipërisë dhe dyshohet që është edhe vetë Edi Rama, janë në Aruba për pikërisht syrin e Tiranës dhe malin e Tiranës ku pastrojnë paratë e karteleve. Do të diskutojmë pak më poshtë, siç ishte te kronika, vetëm të marrim një rallë të zhvillimeve politike, do të keni të gjithë kohën në dispozicion. Mendoj që për zhvillim politik për rallë, nuk mendoj që mund të ketë rallë më të rëndësishme se sa fakti që ministrat tonë janë ulur me kartelet. Jam dakord, do të keni kohën e dur në dispozicion, por gjithsesi pak më poshtë, po thjesht duhet të ndalësh pak interesi për garën e Tiranës. Dakord, jam me gjithë çfarë thonë ju,
për radhë më të rëndësishme se ministra të ulën tavolinë me kartelet, të merret gjithë vota përveç nesh. Do përcaktoni edhe formën se si bëhet emisioni, zoti Balliu. Ju caktoni si doni, po mos ma caktoni dot se si do flas dhe për çfarë do flas. Ju garantoj që audienca është e njëjtë nga ky moment edhe në vazhdim. Juve keni drejtën tuaj dhe unë respektoj çdo pyetje tuaj. Do të përgjigjem me çështjet e do të përgjigjem çdo pyetje. Po, nëse folët për radhën, nëse folët për radhën, radha e ka caktuar tani dhe media ndërkombëtare. E qartë. A jeni pak vonë media ndërkombëtare po merret me trafikun e drogës. Gjithsesi, vona po herët ajo caktua vetëm akoma s'ka një datë për këtë, që s'mund të themi as jemi vonë as jemi herët. Po socialistët e kanë që në datën 11 shtator. Po socialistët e shkarkuan vetin. Ne nuk mund të shtim fallë kur do ta shkarkojë Edi Rama, se ne kemi bërë kërkesë për shkarkimin 6 muaj më përpara. Që është normale që ato e kanë në favor këtë pjesë. Kaq. Para një javë u shpall. Ju mendoni që ne duhet të kishim kandidatin. Duke marrë parasysh faktin se që në datën 10 maj u bën 3 muaj kur ai në një farë mënyrë Këshilli Bashkiak ne kemi bërë një propozim konkret. Nëse do flasim për këtë, të paktën të referohemi fakteve. Jo, dakor, po pra. Kemi bërë një propozim konkret para 4 muajsh. Pra pas datës 10 maj. Shkarkimi ndodhi sepse në këto 4 muaj Edi Rama me Erion Veliajn kanë qenë në një debat me njëri tjetrin në lidhje me faktin që Edi Rama kërkonte që ai të jepte dorëheqjen, Veliaj refuzonte, edhe sot nëse do ta shikoni që do të jetë një problem edhe ligjor më vonë, Edi Rama nuk ka shkarkuar Erion Veliajn, Këshilli i Ministrave, siç i takon të bëjë me ligj, por ka noterizuar propozimin për shkarkim për Erion Veliajn nga Këshilli Bashkiak. Këshilli Bashkiak nuk shkarkon dot, atë mund ta shkarkonte vetëm Këshilli i Ministrave, i cili ka refuzuar ta shkarkojë sepse i ka bërë vetëm një noterizim shkarkimit të tij mbase për mos lejuar ndonjë apelim në gjykatë kushtetuese, por gjithsesi një apelim që mund bëhet në gjykatat e tjera për shkak se pikërisht tani zoti Balliu kur siç e thatë ju jeni vënë në lëvizje që në datën pyetën Ramën, ka dhe një analizë politike tani, nëse ne do flasim këtu për të gjithë, i bie që të marrim çdo njeri që përmendim ta marrim në studio. Pse vendosi Rama? Se vjen pikërisht tani gara për Tiranën kur ka që prej datës 10 shkurt Veliaj në kundërshtrimin tuaj me kundërshtarin politik. Kundërshtrimin tim ju a thash pra. Ka pasur një debat. Edi Rama kërkonte që ai të jepte dorëheqjen. Ja ka kërkuar në bazë informacioneve tuaja privatisht. Ka kërkuar dorëheqjen edhe me presion dhe me çdo gjë tjetër deri çoi 30 polic kur bënte kolonoskopin. Ju keni informacione këto apo i keni dyshim? Po janë publike ato të gjitha patjetër. Ju keni deklarata publike dhe tatit të terrorit që i kanë bërë ato aty me përgjime me gjithçka tjetër. Pse bëjmë sikur se kemi dëgjuar këto. Mafios janë këto. Keni kryeministër që çon ministrat ulet me kartelet. Ju habiteni që ka sjellje kartelesh. Këta janë politikanë. Ku i ke politikanin e përse s'vit bëj debat me mua? Drejtim pa ditur, që janë troplinët. Ku i ke të bëjmë debat? S'del askush të bëj debat. Ne kemi ngritur akuza, kanë ngritur akuzë media ndërkombëtare bazuar mbi prokurorinë antimafjes italiane. Dhe ju s'keni asnjë person që të vit përballet sot. Ato përballen zgjedhën në fakt. Jo, ato përballen me publikun, ato vinë përballen me debat në çdo vend botës. Ajo është testi. Jo, testi zotëri me socialistë, me demokratë. Kjo nuk është e drejtë dhe kjo është e pasinqert. Në çdo vend botës nuk ka, përveç se ku ka drejtuar Gaddafi, pa debate televizive, opozit nuk ekziston. Vetëm në Shqipëri. Unë nuk po jap drejtë. Vetëm në Shqipëri. Vetëm në Shqipëri dhe nuk di ndonjë media apo ndonjë gazetar që nuk kërkon debatin midis pozitës dhe opozitës nuk ekziston. Gjithmonë zoti Balliu. Sepse nuk ndodh, sepse nuk vjen qeveria. Sepse nuk vjen qeveria pra. Sepse qeveria nuk vjen të bëjë transparencën për qytetarët, se nuk e ka llogarinë me qytetarët, e ka llogarinë me mafjen. E ka llogarinë me kartelet. Dhe sot që ne po flasim, ju keni ministra zyrtarisht, të cilët janë nisur me charter dhe kanë shkuar për takim me kartelet, për të bërë pastrimin e parave në kullat që ngrihen në Tiranë. Dhe ky është një realitet i pamohueshëm. Ktu ne kemi për Shqipërinë, raportin e Departamentit Shtetit Amerikan i cili flet për pastrimin e parave të karteleve pikërisht në sektorin e ndërtimit. Ne këtu kemi raportin e Këshillit të Evropës, i cili po ashtu flet për të njëjtën gjë, që paratë e karteleve pastrohen në fushën e ndërtimit. Ne kemi raportin e vitit 2019 të antimafjes italiane i cili flet për pastrimin e parave të Ndragetës me plot 100 milion euro, me të cilët ata kishin folur në atë kohë thoshin me shefin dhe kryetarin e Tiranës që i bie tjetër Erion Veliaj, po i cili nuk ka asnjë tagër për ndërtuar kullat. Mos harroni asnjëherë që është Edi Rama që ka ndruar ligjin për të bërë shefi KKT-s që të kishte ndorë vetëm ai për të ngritur kullat. Pse? Sepse ato kullat do të pastroheshin paratë e karteleve dhe në këtë formë ai do të kishte
ekskluzivitetin e marrëdhënies me karteleve dhe caktimin se ku do ngrihej kulla dhe si do ngrihej kulla. Dhe kjo është ajo që po ndodh sot. Dhe mendoj unë nuk ka cënim më të madh sigurisë ekonomike të vendit, sigurisë kombëtare të vendit, sesa kur ti ke qeverinë e cila të ulet me kartelet. Normalisht sot tu duhet kishte nisur hetimi. I keni çuar në spak këto pretendime? Të gjitha po çohen, po spak duhet nisi punë dhe vet. Si po çohen? Në ky moment pse ne duhet ja bëjmë dhe siç keni bërë. Ju thoni që Jon Velia shkoi në burg për shkak të denuncimeve që Partia Demokratike ka Jon Velia shkoi për Nesi Angonit edhe për 5D për çështje të tjera. Pse na thoni gjë që s'kemi deputet partisë tuaj zoti Jo mos zotëri. Balliu. Jo mos zotëri. Kështu kanë deklaruar, ne kemi çuar janë denuncimet tona të cilat janë ne kemi çuar denuncimet dhe asnjë nga denuncimet tona s'është marrë parasysh se ne kemi çuar për incineratorën, jo për çfarë vesh gruaja vet. Ne kemi çuar për incineratorën zotëri. Po s'pak nuk e ton dot për incineratorën se del Edi Rama. Po ditën e dieshme zoti Kulliçi Nesti Angoni spak për shkak se Nesti Angoni dëshmuar për 5 dhënës të shpitarit. Nesti Angoni është PS, është Rama Balluku. Nesti Angoni semi ne çojmë me vul, me emrin ton, me emrin e partisë ton, me vulën e partisë ton. Po ky Nesti Angoni mund të prekë edhe një deputet nga partia juaj zoti. Jo, Nesti Angoni është i PS-s. Nesti Angoni është i PS-s. Kush është drejtuesja e fushatës sot në Tiranë? Kush është drejtuesja e fushatës sot në Tiranë? Për Partinë Socialiste. Kur të keni në plan të më lini bëjnë një pyetje ma Po kush është pra? Po dakor, po keni 10 minuta. Po zëvendës kryeministra kjo dihet, po te gara e Tiranës jemi. Mbaroj Nesti Angoni pra. Zoti Balliu, duhet ndalem pak tek çështja e Tiranës. Duke marrë pjesë në këtë zgjedhje, a e legjitimoni edhe zgjedhjet e 11 majit të deri 3 mandate që ka fituar Partia Socialiste? Sepse në qoftë se keni një rezultat që ju mund të humni, po e marr hipotetikisht, siç ndodhi në datën 11 maj, do të thotë që në të gjitha garat opozita humb ka dhe nuk qen ka Edi Rama që pas ka fajin tek zgjedhjet. Siç thonë edhe disa ish aleat tuaj që janë pyetur në lidhje me këtë zhvillim. Tani, kjo është si thua, meqense ka pasur vrasje të hënën, kjo vrasja e të martës nuk quhet. Jo, nuk po. Nëse ka vjedhur në 11 maj, po ngren një skem për të vjedhur me 12 maj. Shënçi ka. A e vërtetojmë ne? A janë provat tona të vërteta? Kjo pasaj është e drejtë pyetja të bësh me këto prova që ju keni. Ju kemi të vërteta apo jo? Tani ne kur i nxjerrim me video që futet dora në kutinë e votimit. Si s'kanë reaguar komisionerët tuaj zoti Balliu? Se në pjesën më të madhe shumë reagime, po pse ne nga i marrim këto prova, këto fakte, këto denuncime. Jo, s'kanë reaguar në momentin kur një komisioner socialist shkon dhe fut dorën te kutia e votimit. Ne kemi parë në një komisioner demokrat që të shkojë aty dhe ta ndalojë për të nuk lejohet të shkosh te komisioni. Nuk lejohet të shkosh te kutia. Këta kanë shkuar atje se këta kanë qenë mbështetur, por nuk lejohet. Në momentin që nuk lejohet ta ndalësh tjetrin siç pretendoni ju duke vjedhur. Tani, okej, po, e kuptova. Tani, nëse ju pretendoni që një qytetar, se demokratët tonë janë njerëz thjesht, janë qytetar thjesht të vendit. Unë nuk kam për të kërkuar kur asnjë demokrat i thjesht shkohet përballet me Suel Çelën në Elbasan, ku janë kapur këto video. Kur s'kam për t'ia kërkuar. Ma atë duhet shkohet përballet policia. Unë tregoj që policia mbyll syt. Unë s'mund t'i kërkoj një demokrat i thjesht që të shkohet përplaset me xhabaftët në vorë, kur policia, do bëj një ndërprerje. Të lutem, mund ta mbaroj tani. Kur policia ishte 500 metra larg. 500 metra larg. Kërcënimi që i bësh deputetes Albana Vokshi bashkë me vajzën e vet, se do ta merrshin peng. Dhe policia arrin të qëndronte atje, unë t'i kërkoj demokratit thjesht. Kemi një përballje deklaratash se këta persona i thanë sekretarit tuaj përgjithshëm ditën e zgjedhjeve, keni kërkuar takim me ne dhe keni takuar dot. Edhe një herë. Këta persona që pra jemi në ju merrni për bazë fjalët e një mafiozës, merrni për bazë fjalët tona. Po i sjell zgjedhja juaj pastaj të gjitha palëve zoti. Ajo zgjedhja juaj zotëri. S'merrem fare unë me atë. Jo, po i sjell sikundë. Unë po të bëj deklaratë zyrtare, që është çuar në SPA. Ka pasur kërcënim për deputeten Vokshi dhe është denuncuar edhe në Këshillin e Evropës. Ju doni të thoni mu çka ka thënë mafiozi. Mirë, është çështja juaj. Zoti Balliu, me që ishim tek Elbasani, deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike në Elbasan, Blendi Hinçi, i ftuar në vendin ku jeni ju, ka hedhur idenë se në fakt mund të ketë patur edhe shumë parash që janë ofruar komisionerëve të Partisë Demokratike në këtë qark dhe ai nuk fliste me siguri nëse këto para janë pranuar ose jo. Çka do të thotë Blendi Hinçi është kryetar, ka qenë kryetar i degës së Partisë Demokratike në Elbasan, është deputeti i Elbasanit dhe patjetër që ai ka më shumë informacion se unë për çështje teknike, por komisionerët e PD-s mund të jenë shitur. Jo, këtë që të ka thënë ai, siç ka thënë ai mund të ketë më shumë informacion, por që të përplasen komisionerët dhe qytetarët thjesht i vendi me bandat, ndërkohë që policia të vejë durë në xhep dhe pastaj të arrestoj pikërisht qytetarët për të mbrojtur bandat, siç ka ndodhur në protestat ku një bandit i veshur me uniformë policie kërcënonte deputetët dhe arrestoi 35 qytetarë dhe pastaj ai bandit shkoi në burg, ai policë me uniformë. Unë këtë nuk do t'ja kërkoj kurrë.
Atë o e bëjmë ne gjithë si shoqëri, po jo një komisioner me 7 bandit që rrin atje. Këtë nuk mund t'ja kërkoj. Dhe e dyta, këtu nuk duhet t'i bësh gjyqin atyre demokratëve që nuk lëvizin. Bëjani gjyqin policisë që nuk shkoj. Jo, po bëni gjyqin. Bëjani gjyqin atyre, bëjani gjyqin, gjithë elementet e mundshëm në deklaratën tuaj, çfarë ka thënë zoti im, bëjani gjyqin po do doni, bëjani gjyqin Spakut që ngriti task force-ën dhe nuk parandaloi asgjë. A unë ngrit një task force, zotëri, që pagon me taksat tona? A e kanë rrogën 7.000 euro në muj, rrogat më të larta në shtetin shqiptar? Po bashkë me votat tuaja i kanë marrë rrogat, zoti Balliu. Zotëri, rrogat atje a jep shteti shqiptar, që e kanë marrë me votat e mia. Po kërkoj llogari atje, unë e kam fajin dhe për këtë, për Spakun. Jo, dakord, po e kam fjalën. Po zotëri, a shihni ne fajin e qeveria ju se kanë 12 vjet. Se kur vjedhin vota këto e ka fajin komisioneri jonë. Kur Spaku nuk ekziston e ka fajin që pse e kemi votuar ne. More këta që paguan 7.000 euro, a i keni thirrur në herë në studio ti thuash, mos si s'ke parandaluar asgjë ti. Ore këtë Dumanin e keni pyetur që po kalojnë tonelatat e kokainës, u konfiskuan 6 miliardë euro, 8 miliardë euro është buxheti i Shqipërisë, u konfiskuan 6 miliardë euro. Si s'ka kapur 1 gram kokainë këtu në portin e Durrësit? A dini gjë ju? Merreni pyetën njerëz, se vetëm opozita ju vjen. Ta s'ju dalin u të ballavash, sidheni këtu. Se hikun nga konferenca, kur do përballesh me ne. Janë mbati më shpejt se që janë mbathën troplinët. Si hikun? Ky që jafsh, po hikun nga konferenca, po. Kishte të parashikuar të rinte më gjatë dhe ku erdhi koha juaj për bërë pyetje të largua? Hiku. Është konferenca, rrihet deri në fund, siç e ka. Çfarë ka justifikim në atë moment? Çfarë justifikimi do japje? Hiku ai shpejt sa s'kishte kohë të jepte justifikim, sepse ai do dinte pyetjen që pse u fshehen fletarrestet për troplinët. Pse u fshehen? Dini gjë ju? Ju ka dhënë ndonjë përgjigje ju? Ju jeni gazetar, ju jeni media, shkoni pyeteni. Ne jemi qartë se e bën. Se janë në pushtetin e Edi Ramës gjithë. Janë kukullat e Edi Ramës. E qartë. Zoti Balliu, kam një pyetje që ju kam bërë edhe përfaqësuesve të tjerë të Partisë Demokratike, duke marrë parasysh gjitha akuzat tuaja me qeverinë. Se nuk reagon një ndërprerje. Edhe fakti që sot. Prapë me pyetjen e keni. Jo. Nuk ka pyetje të keqe. Jo, dakord, po më duket sikur gjithkohës po tentoni që në çdo fjalë që them mund të gjeni diçka pse nuk pyet atë, pse nuk pyet atë. Nuk ka pyetje të keqe. Nuk reagon faktori ndërkombëtar, se ka një proces negociues i cili nga 15 tetori deri tani është duke ecur relativisht mirë. Sapo keni marrë një deklaratë, janë hapur 5, kështu që mund të quhet që është një ecje e mirë. Me gjitha këto akuza që bënin ndaj qeverisë, mundet të ecë në mënyrë të tillë procesin nëse do të ishin ndërkohë keni 6 deklarata nga ambasada amerikane lidhur me kartelet. Dhe keni edhe një sot, të lidhur pikërisht me këtë denoncim që po bëjmë ne, që është Aruba. Problemi në Shqipëri është kartelet. Këtë nuk e them unë, këtë u tha dhe kryetari i eurodeputetëve të deleguar për të vëzhguar procesin zgjedhor në Shqipëri, nga Këshilli i Evropës, dhe e tha këtë në Këshillin e Evropës që në Shqipëri rotacione nuk e lejon mafia. Këto janë realitetet pamohueshme. Kush do t'i dëgjojë mirë, kush nuk do është çështje tyre. Por këto janë të pamohueshme. Partia Demokratike mund të jetë mirë apo mund të jetë keqe. Flamur Noka mund të pëlqejë, mund të mos pëlqejë. Por kur Flamur Noka ishte ministri i Brendshëm, kriminalët shkonin në burg, jo në parlament. Dhe ky është ndryshimi themelor i Partisë Demokratike me Partinë Socialiste. Ne kriminalët i kemi armik, to kriminalët i kanë aleat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë shpallur kartelet, organizata terroriste, kurse Edi Rama i ka shpallur organizata partnere që ndërton kulla. Tani, përballë karteleve, vjedhjes votës, parasë së drogës, nuk ka opozit në botë që mund të fitojë në një sistem të tillë. Në qoftë se do të kishte një proces zgjedhor, dhe besoj këtu bien dakord të gjithë, që është i vetmi vend dhe mund të jetë rekord global, që sa më i madh skandali në Shqipëri, aq më shumë rriten votat e atij që bëri skandalin. Për shembull, u bë skandali i Safet Gjicit në Kukës, erdhi kolegu vet, fitoi me më shumë vota se Safeti pas skandalit. U bë skandali i Shukriut në Dibër, erdhi me më shumë vota kolegu i tij. U kap tani Erion Veliaj dhe e gjithë bashkia është në burg, janë në burg ata të gjithë se kanë vjedhur shqiptarët. Do fitoi prapë zgjedhjet. Jo, unë po them, ka vjedhur shqiptarët. Duke marr paralelizmin që u bë Po të më leni ju ta mbaroj, unë i shkoj deri në fund dhe u them të gjitha. Me që doni të flisni për Tiranën, leni të flas për Tiranën. Sot keni gjithë bashkinë në burg dhe këtu thuhet a fiton dot opozita. Në cilin vend normal të botës nuk do fitonte opozita. Për çfarë akuzojnë Erion Veliajin? Erion Veliaj, Nesti Angoni i ka treguar që ka guardarobën sa që kishte gruaja e Bashar al-Assadit. Që bëri lajm global se kishte $1 milion guardarobë. $1 milion e kishte dhe bashortja e Erion Veliajt,
kryetari i Bashkisë Tiranës. Me presidentin e Bashar al-Assadit, 3 breza president. Në Siri. Dakord? Po guardaroba ishte e njëjtë. Tani, këto para, çfarë janë? Këto janë para që janë vjedhur qytetit Tiranës. Këto janë para që e kanë çuar qytetin e Tiranës me një buxhet nga 64 milion e ka pas buxhetin Bashkia e Tiranës, në 500 milion që e ka bërë Rion Velia. Pra kur kemi qenë ne në pushtet, buxheti i Bashkisë Tiranës ka qenë 64 milion. Kaq pagunin qytetarët e Tiranës për shërbimet që merrnin në Bashkinë e Tiranës. Kurse sot paguajnë 500 milion në vit. Dhe ndërkohë koshat e plerave janë plot. Nga 2015 në 10 vite. Që shritur, këtu ka nikur 1,5 milion shqiptarë, çfarë flisë? Po është rritur disa fish, janë larguar nga vendet tjera, por në Tiranë ka gjithmonë një rritje fuqësie, zoti. Kush është rritur? Tu vetëm po ikin. Si nuk ka Tirana sot më shumë banor se sa. Tirana ka sot e mot ka pasur Bashkia Tiranë dhe e keni të regjistruar 750.000 banor. Mbien keq. Në shifra zyrtare. Ku e keni rritjen ju? Dhe ndërkohë koshat e plerave janë plot. Ne kemi këtu Eko Tiranën, e pagojmë ne, 20 milion euro e pagojmë. Kemi inceneratorin 80.000 euro në ditë, po koshat e plerave janë plot. 500 milion euro buxheti, po ujë s'ka. Trupi diplomatik ka quar letër që s'kemi ujë. Po, se kemi rast unikal. Në Iran, kur ishte lufta, trupi diplomatik ishte ujë. Tu s'ka as luftë, tu s'ka as gjë, po ujë s'ka. E qartë. Nga gjitha këto që po i lidhi me Tiranën, mund të ishit ju një kandidat i mundshëm zoti Balliu? Ma kanë bërë këtë pyetje, gjitha problematikët dhe duket si një, po themi, ngritje shqetësimeve për një kandidati. Ma kanë bërë këtë pyetje gjithë edhe mua, edhe gjithë kolegëve të mi. Dhe njësoj si gjithë kolegët e mi, edhe unë, asnjëri prej nesh nuk do t'i bëj bisht garës. Ne jemi në një proces i cili nuk mund të shkohet me një kandidat, duke i thënë që ky është kandidati im, sepse jemi dhe në një proces diskutimi edhe me faktorë të tjerë politik. Jo vetëm aleatët tradicional, por edhe të tjerë. Po, me të rinj, pra, me opozitarët. Jo vetëm parti politike, përfaqësuese në parlament, edhe të tjerë. Shiko, kur flasim që Rama është cënim kombëtar, nuk mund mbetet në fjalë. Pra nëse ti mendon që Edi Rama dhe ky regjim është një cënim për interesat tona kombëtare, atëherë interesat partijake duhet të vijnë më njanë. Dhe të shikojmë interesin kombëtar. Interesi kombëtar është goditja e këtij regjimi. Mund të mos më pëlqej mua apo ju kandidati, por nëse kandidati është një kandidat që është i gjithpranuar nga përfaqësuesit, është kandidat i shkëlqyer. E qartë. Zoti Balliu, kam një moment këtu se ka disa kritikë edhe brenda partisë tuaj. Besoj ju thoni që Partia Demokratike i ka zërat kritikë. Se ne flasim kurse atje kanë vëmbjellën. Po, dakor, pikërisht se kjo duhet ndalem. Që thonë, si zoti Balliu dhe të tjerë që kanë qenë në listë mbyllur do të dalin për të matur me Ogerta Manasiliu në garën për Tiranën, kur vetë në 11 maj nuk e dinë sa vota kanë marrë, se kanë qenë në listën mbyllur, e kanë patur mandatin e sigurt. Zoti Balliu dhe shumë kolegë të mi kanë 4 vjet, 5 vjet që bëjnë opozitë. Kam qenë unë deputet dhe më përpara dhe kam treguar edhe unë, edhe kolegët e mi, nëse është për interes kombëtar, ne djegim mandatin. Jo, ne po flasim për votat, pra sa vota merr, se ti në 11 maj ju dhe të tjerë kanë qenë në listë mbyllur. Gjithë secili ka atë mbështetjen e vet. Puna e ka treguar. Nuk mendoj unë që ka ndonjë njeri që dyshon në votat dhe mbështetjen e shumë në listën e mbyllur, nuk mendoj që ka ndonjë njeri serios që dyshon për votat dhe mbështetjen që kanë gjithë secili aty. Në këtë aspekt. Mendoj unë mund të jem gabim, por fakti mbetet që ka një historik opozitarizmi ndaj Edi Ramës. Unë mendoj që lista e mbyllur nuk është perfekte dhe nuk mund të jetë kurrësi, edhe sikur mos të jetë asnjëri nga ata që janë sot në listën e mbyllur dhe të ishim të gjithë të tjerë në listën e mbyllur, prapë s'do të ishte perfekte. Ajo çfarë mua më shqetëson dhe më dhëm është procesi që ka ndodhur, sistemi që ka ndodhur. Ne këtu si shoqëri mund na vi mirë, mund na vi keq, por duhet të vendosim, duam të rrim si pupac, të shitemi e të blihemi si speca e dardha në treg tek pushteti, apo duam të rezistojmë. Po pse nuk ju ndjekin njerëzit, zoti Balliu, se keni bërë disa protesta dhe ka patur, po themi, momente caktuara që është diskutuar pjesëmarrja e qytetarëve dhe gjithmonë ju thonin që kemi një pjesëmarrje që okej, në kutitë e votimit mund thoni se u ka ndaluar qeveria që të votojnë Partinë Demokratike përmes formave të ndryshme, kur ka protesta, pse nuk ju vin njerëz mbrapa? Pra, shumë njerëz siç ndodh në protesta, për shembull si në Serbi ku 100.000 veta mbushin sheshet e Beogradit. Barta e shef me atë me xham, atë pa xham. Unë kam pa njerëz shumë. E para. E dyta, me qënë se folëm me edhe për Bashkinë e Tiranës dhe thatë për ndjekësit.
tonë. Tani, edhe në këtë moment që jemi sot, duke ju referuar dhe ngjarjes së fundit në Bashkinë e Tiranës, tek shifja aty ata që e lëpinin nga mëngjesi deri në darkë Erion Veliajn, që i turreshin për ta shkarkuar atë, ai nuk lahej nga lëpirjet e këtyre, s'kishte nevojë të lahej, se e lëpinin këta dhe ishte xhith gjithë ditën. Dhe të gjithë këta njerëz që i lëpieshin këtij u turrën për ta shkarkuar në momentin e parë që i rrëshqiti këmba. Ndërsa demokratët, në momentin kur e gjithë bota shkoi kundër Sali Berishës, ku e gjithë bota na kërkonte dhe urdhëronte largimin e tij, demokratët qëndruan pranë për të drejtën dhe për të vërtetën. Dhe në këtë moment që flasim sot, nuk ka moment më krenar për të qenë demokrat. Se ne përfaqësojmë pikërisht këtë, që pavarësisht se çana vjen kundra, në qoftë se është e drejtë qëndrimi, ne qëndrojmë aty. Në qoftë se është me të vërtetën, ne rrim aty. Nuk shkojmë tek interesi personal siç bëjnë këta, që u shitën si minj dhe zbatuan urdhra direkte kur vetëm para 2 javësh bërtistin nëpër televizione se sa i bukur e sa i mirë ishte Erion Veliaj. Prandaj, jo vetëm që njerëzit na kanë ndjekur, jo vetëm që njerëzit na ndjekin, po ne na bën krenar pikërisht ajo mbështetje. Në këtë ditë preferoj 1000 vjet të jem në opozitë me këta demokrat, se të jem në pushtet me këta vemje, të cilat sot përqafojnë e nesër fusin thikën pas krave, sepse janë njerëz pa ideal, pa parime, pa vlera, pa dashuri për vendin, pa dashuri për familjen, e vetmja dashuri që kanë është partia dhe diella. Më lejoni ta mbyllim me një, po themi, një lloj pikpyetje që ka ngritur kandidati i hapur i listës hapur i Partisë Demokratike për Tiranën, zoti Mystim Urrizi, i cili ka dalë i treti me vota dhe thotë që unë do të hyj në parlament sepse s'paku ka punë me disa nga lista e mbyllur e Tiranës. Çfarë mendimi keni për këtë? Nuk e di çfarë t'i them Myslymit për këto, unë nuk di të ketë një problem të tillë, por që spaku i Edi Ramës kërkon të godasi opozitën, këtë e dim, nuk ka një lajm të ri. Pra e prisni nëse ndodh. Që spaku do të fusi gjithë PD në burg. Spaku Edi Ramës, po s'po gjejnë dot dokumenta ato. Ju bën përshtypje ju që merren vetëm gjatë gjithë kohës është sulmi drejt Sali Berishës, gjithë spaku, domethënë gjithë qeveria ka qeverisur 16 vjet Sali Berisha. Po s'ka qeverisur vetëm ai. Po këta nuk e kanë hallin të godasin korrupsionin. Ta duhet të godasin. Si s'ka qeverisur vetëm, do të thotë që duhet të ka pas ministra, ka pas deputet, ka pas çdo gjë tjetër. Jo, po them, në qoftë se ti do të godasësh korrupsionin, ti do shkosh do ndjekësh gjitha hallkat. Po këta kanë hall të godasin opozitën, se korrupsion s'ka pasur. Se mos u kujtonin për me këtë intervistë zoti Balliu që të hetojnë edhe deputetët e ministra e kuptova. Për shkak se po s'ka s'është batut më jo më po nuk është për tu tensionuar më zotëri. Ke një institucion drejtësie që kërkon të godasi opozitën. Do të thonë në qeverinë e Edi Ramës kanë vjedhur përveç Edi Ramës. Në qeverinë e Partisë Demokratike s'ka vjedhur asnjëri përveç Sali Berishës, sipas pakut. Kjo është vetëm për të sulmuar opozitën. Këta për shkak se nuk gjejnë afera korruptive në kod Partisë Demokratike, për shkak se nuk kanë asgjë për të marrë me qeverinë e Partisë Demokratike, kërkojnë të godasin opozitën, duke goditur hallkën më të fortë që ka opozita që është lideri i saj Sali Berisha. Kur do e bëni analizën për zgjedhjet e 11 majit që keni premtuar në parti zoti Balliu dhe jemi në fund se po presim 2 të ftuar nga Kosova për çështjen e dronëve atje që ishin sot në territorin. Është një tjetër meriton patjetër shumë vëmendje dhe meritonte edhe mbledhjen e sigurisë, Këshillit të Sigurisë këtu. Patjetër, se çdo shkelje atje është shkelje nuk është cënuar siguria sidoqoftë. Çdo shkelje atje ne duhet të jemi gati. Çdo shkelje atje është shkelje edhe këtu. Analiza për PD-n? Për analiza e Partisë Demokratike do bëhet patjetër është e nevojshme, duhet të parë analizë bëhet dhe kur fitohet dhe kur humbet. Absolutisht. Është e nevojshme, janë çështje procedurash. Duhet kemi parasysh ne kishim nevojë të bënim denoncimin të mblidhni materialet, tani po hyjmë në një proces elektoral dhe kanë qenë këto pengesat, po patjetër që analiza do bëhet. Ne jeni statuti që parashikon largimin e kryetarit kur humb zgjedhjet dhe nuk ka drejt rikandidimi? Kur humb zgjedhjet. Se e thatë vetë, kur humb zgjedhjet. Tani po këtë mund ta bëj precedent çdo kryetar që vjen brapa. Unë nuk po duhet ta provoj. Po duhet ta provoj. Unë për shembull jam ndërta që i ka dalë kundër Lulbashës, por jam ndërta që e ka votuar Lulbashën për kryetar partie në 2021 kur humbi zgjedhjet sepse nuk kishin zgjedhje. Dhe sot them po të njëjtën. Duhet të jemi koherent. Shiko, duhet bim dakord për një gjë. Po, fjalia e fundit se jam në limite, po. Zgjedhjet o janë humbur o janë vjedhur. Të dyja bashkë nuk bëhen. Në qoftë se ka një shqiptar që mendon që këtu ka pasur zgjedhje dhe janë humbur, nëse ka ndonjë shqiptar që mendon që këtu zgjedhjet nuk viden, atëherë bim dakord. Hajde t'i zbatojmë. Po unë nuk mendoj që ka njeri në Shqipëri dhe për jeshtë vërtetës dhe në Europë tani më, që të mendoj që këtu ka pasur zgjedhje.
të paktën të tregojmë serioz aq sa po tregohet dhe bota në raport me këto zgjedhje. Që po i quan që rotacionin politik në Shqipëri nuk e lejon mafia. E qartë. Faleminderit shumë për këtë minuta, zoti Balliu. Faleminderit ju, kënaqësia ime. Gjithashtu ishim me deputetin e Partisë Demokratike, nënkryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare me zotin Klevis Balliu, një ndërprerje shumë e shkurtër, rikthehemi dhe flasim me një diplomat dhe me një ekspert sigurie çfarë ka ndodhur sot në Kosovë dhe sa serioze është situata atje. Mos u largoni, rikthehemi më një herë pas pak.